Prokurori. Pra, kjo do ishte normalja që ato materiale që pretendon zoti Berisha se disponon, t'i çojë në prokurori dhe të dënohen ata njerëz nga gjykata. Në lidhje me mosnjohjen e zgjedhjeve, këta në vend që të merreshin me mandatin e frikshëm që ka Edi Rama sot me 83 mandate, plus dhe 3 mandate të PSD-s, me të cilat e kap shumicën e cilësuar në parlament dhe nuk ja ka nevojën as për konsensus. Nëse Edi Rama do të kaloj ligje me 3/5, i kalon vetë të gjitha kodet. I kalon vetë me PSD-n, madje edhe me një 3 deputet që janë listën e Partisë Demokratike, i ka numrat mjaftueshëm. Aleatët. Jo aleat dhe jo aleat. Aleatët e Berishës, do me thënë. Aleat dhe jo aleat të Berishës. Pra edhe demokratët mund të bashkojnë votën me Partinë Socialiste? Po, aty është një mozaik tani, kanë ngelur shumë pak demokrat, që është e vërteta, por të them këtë, në vend që të merreshin me këtë mandat të frikshëm të Edi Ramës, që i ka votat vetë dhe nuk ka nevojë për konsensusin e opozitës, ka dalë nga çdo logjik kushtetuese, sepse kushtetuta kur ka formuluar 3/5 dhe 2/3, ka pasur parasysh që palët politike të jenë të detyruara të ulen dhe gjejnë konsensus me njëra tjetrën për të mbajtur në këmbë një republikë parlamentare. Dhe këta nuk merren me këtë problemin, pra se çfarë do të bëjmë ne dhe si do të veprojmë për të luftuar në thonjza ose për të përballur me alternativë politike me këtë mazhorancë të Edi Ramës, rrinë dhe merren me kundërthënie. Që thonë nuk i njohim zgjedhjet për mandatet i marrim. Ku do t'i çoj kjo? Nuk i njohim zgjedhjet për mandatet i marrim, nuk i njohim zgjedhjet për rrogat i pranojmë. Nëse si një zgjedhjet, nuk pranon as mandatin që ka dalë nga ato zgjedhje dhe nuk pranon as rrogën që të vjen për shkak të zgjedhjes deputet në këto zgjedhje. Pra zgjedhjet ose janë të vjedhura ose nuk janë të vjedhura. Pra nuk mund të ketë zgjedhje të vjedhura pjesërisht, vetëm aty ku fiton ti. Nuk janë të vjedhura dhe aty ku fiton kundërshtari janë të vjedhura. Kjo dëmton reputacionin dhe prestigjin e opozitës. Kjo do t'i çojë askund. Ka 12 vjet kjo logjik. Është një film i parë, ky lloj filmi, i denoncimit të zgjedhjeve, i betejës apo ka filluar, i misionit që nis gjithmonë pas humbjes. Se nuk respekton statutin Berisha, në raport me atë që parashikon lidhur me kryetarin, se nuk do. Në subjekt politik, përballet me një rezultat të tillë zgjedhor në zgjedhjet e përgjithshme. Se duhet ta respektoj statutin, për çfarë? Janë zgjidhur gjërat me statut këtu ndonjëherë. Për çfarë duhet ta respektoj statutin? Ka pasur një debat madh midis... E prisni këtë qëndrim të demokratëve në raport me statutin, me pozicionin e zotit Berisha? E pres, sepse unë kam qenë pjesë asaj partie dhe e di shumë mirë mentalitetin asaj partie. Ka pasur një debat të madh midis konstitucionalistëve ku thoshin që nëse diktaturat janë diktatura, pse miratojnë kushtetutë? Çfarë ju duhet kushtetutë? Për të maskuar diktaturën përballë njerëzve dhe përballë të huajve. Këtë bën statuti në Partinë Demokratike. Statuti vendoset si imazh demokratik, që kryetari këtu jep dorëheqjen kur humb zgjedhjet, largohet, por në të vërtetë nuk zbatohet asnjë ditë dhe s'ka për tu zbatuar, sepse mentaliteti i partisë politike në fjalë nuk është për statut, nuk është për zbatim të rregullave, nuk është për respektimin e forumeve, është për sundimin personal të një njeriu dhe kanë drejtën e tyre. Secila parti politike ka drejtën e vetë të zgjedhë se çfarë modeli do. Mirë, po kjo e dëmton dhe të mos tankohen pastaj që shqiptarët nuk ja japin votën, se nëse nga njëra anë i thua Edi Ramës nuk zbaton ligjin, ti nuk bën zgjedhjen parti, ti nuk njeh rregullat, dhe nga ana tjetër bën të njëjtën gjë vetë, që nuk zbaton ligjit statutore tuat që i ke miratuar vetë, njerëzit kanë të drejtë mos të të besojnë. Njerëzit kanë të drejtë mos të të marrin seriozisht. Është i pritshëm qëndrimi i atyre që ishin në listën e mbyllur, i drejtuesve politik që e kanë edhe në legjislaturën e ardhshme mandatin të sigurt. Po, kandidatët e listës së hapur, një pjesë e tyre patën betejë të forta, por morën edhe relativisht mirë sa i përket votës preferenciale. Këta pse nuk po e ngrenë zërin? Se ata nuk kanë guxim, sepse edhe ata vetë dinë se në cilën parti politike kanë kandiduar. Në momentin e parë që ata do të flasin, zotëria që ka bazën e lavdishme të partisë, me një kronik në televizionin e tij, do t'ju vërsul atyre bazën, dhe baza t'i linçoj ata dhe t'ju thot tradhtar të shqitur, të blerë, njerëz që tradhtojnë revolucionin dhe tradhtojnë betejën kundër regjimit.
Pra nuk kanë asnjë mundësi teorike dhe praktike që të flasin dhe të kërkojnë zbatimin e rregullave dhe të statuteve. Pra kemi një diktator në qeveri, që është Edi Rama, diktator në kuptimin arbitrar, një njeri i cili bën çfarë do vetë, si do vetë. Nuk po merremi fare me kampin mazhoritare, dhe aty s'ka zëra kundër. Madje tërhoqen pas një mesazhi të gjitha ankesat pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pamje filmike dhe rinumrim. Prandaj po them, pra kemi një diktator në qeveri, i cili është hiperpotent aty, dhe sundon pa ligje vetëm me teka. Kemi pastaj dhe një diktator në opozit. Pra, Shqipëria është diktaturë në qeveri, diktaturë në opozit. As ata të Partisë Socialiste nuk guxojnë flasin, as ata të Partisë Demokratike nuk guxojnë flasin përballë liderit të tyre. Pra është i njëjti model politik. Çfarë ndodh pas shtatorit në kampin e Partisë Demokratike? Asgjë, futen në parlament dhe bllokojnë përsëri seancën parlamentare. Sepse kanë dhe një problem tjetër tani, se kanë në parlament deputetët e ri të Lëvizjes Bashkë, Shqipëria Bëhet, Agron Shehaj, dhe njerëzit do jenë më kurioz për të dëgjuar çfarë thot Agron Shehaj, Adriatik Lapaj dhe Redi Muçi, se sa çfarë thonë deputetë të cilët në gjithë legjislaturën e kaluar kanë hedhur vetëm kapsolle dhe fishek zjarre, dhe do ju dalë një problem vetë me protagonizmin, dhe do jenë detyruar që ta bllokojnë përsëri seancën dhe të shkaktojnë përsëri sherr për të mos lënë asnjë njeri, asnjë deputet tjetër të performojë. Shumë kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit për kohën, shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak, do të diskutojmë në fakt për sektorin e bujqësisë, specifikisht për një problem që duket se po shfaqet duke u zgjeruar harta e sëmundjes së murtajës në disa rajone tashmë, por çfarë po ndodh konkretisht, ku shfaq së pari, a mund të parandalohej përhapja, cilat janë masat që po merren nga autoritetet, do t'i diskutojmë vetëm pas pak.